Gjindemi në lokalet e shkollës Sami Frashëri të Prishtinës dhe do erdhëm këtu për të marrur mendimet e nxënësve të kësaj shkolle lidhur me kushtet e mësimit në këto lokale. Lidita, si janë kushtet e mësimit në këtë shtëpi shkolla? A jeni të kënaqur? Nuk jemi aq të kënaqur si në shkollat fillore, sepse në shkollat fillore ishim në objekte, këtu në shtëpi. Megjithëse unë edhe shkollën fillore kam kryer nëpër objekte nëpër shtëpia. Njëjtë më vijes. Krahasimi është i njëjtë, më vjen më mirë të mësoj. Fillore kemi pas kushtet pak më të mira, ata shkollë të mesme i kem më të vështira, po e shihni edhe vetë, si është dhoma, si është shtëpia. Kushtet nuk janë edhe aq të mira, po megjithatë mbasi është bazë zgjidhje, ja arrim qëllimin që mësimin ta mbajmë. Çfarë kushtesh për mësim ka shkolla juaj? Shkolla jonë ka mjaft kushte të vështira, mirë po me qenë se populli shqiptar gjithmonë i ka kushtuar një rëndësi të madhe arsimit dhe kemi disa njerëz që populli shqiptar ka shumë njerëz që dhanë një kontribut të madh për arsimin, pra lëshun këto shtëpi private për shkolla. Ne shpresojmë që në të ardhmen dhe së shpejti do të hapin shkolla shqipe dhe të mësojmë në objektet shkollore e jo në shtëpi. Çka mendoni lidhur me protestat e paralajmëruara nga Unioni i Pavarur i Studentëve të Universitetit të Prishtinës dhe atë do të solidarizori me këto protesta dhe ju si nxënës? Po mendoj që ajo është e drejtë e çdo shqiptari, pasi që mendojnë gjithë kthehen në objekte shkollore, është e drejtë e jona. Sa për këtë protesta mendoj që është diçka e shkëlqyeshme dhe gjithkusht duhet ta japë një ndihmë të tillë. A jeni optimist që më në fund nxënësit dhe studentët shqiptarë do të kthehen në objektet e tyre shkollore dhe universitare? Po duhet të jemi gjithë optimist sepse nuk mund të zgjatë kjo gjithë jetën që të mbajmë në shtëpia private, në shtëpi private duhet të kthejmë në shkollat tona, të kemi objektet tona. Edhe unë kam të njëjtin mendim se njeriu pra nuk duhet të mësoj në shtëpi private, pra duhet të mësoj në objekte shkollore. A i kërkrani protestat e studentëve dhe a mendoni se është momenti i duhur për to? Protestat e studentëve tanë i përkrahim shumë dhe jemi shumë të kënaqur që studentët tonë shqiptarë dalin në një protestë shumë të mirë për universitetet, shkollat e mesme që të hapën sa më shpejt dhe ne të shkojmë në shkollat tona të cilat me sa vite i kemi kërkuar dhe i kërkojmë. Po unë mendoj që studentat gjithnjë ka qenë edhe do të mbesin si revolucionar, na do të me i përkat gjithsesi, se kjo është e vetmja rrugë, se këto shkolla janë tonat, janë ndërtuar me djersën e punëtorëve tonë, e duhet gjithsesi në çdo mënyrë me i përkrah. Jo vetëm në arsimtarët, por nxënësat edhe prindët edhe krejt. Mendoj se këto protesta është dashur të organizohen edhe më parë. E sa për sukseset, mendoj se kjo varet prej shumë faktorëve. Përkrahni iniciativën dhe platformën e Unionit Pavarur Studentëve për organizimin e protestave paqësore studentore. Pyetja juaj më kujton pyetjen që i bëhet të verbrit ai dëshiron syt. Dhe natyrisht po, unë ndërkast them se e përkrah patjetër sepse s'ka alternativë tjetër. Iniciativën e studentëve përkrahi plotësisht, mendoj se do të ketë sukses, jam shumë optimist dhe do të ketë sigurisht realizimin e qëllimit të saj. Kjo iniciativë dhe platforma Unionit përkrahet në tërësi, sidomos vrehet një kënaqësi e madhe të studentët, sepse kanë filluar gjëra të ndryshohen dhe është një ide e qelluar e cila duhet përkrahur dhe urojmë të realizohet gjithsesi. Mendoj që është rezultati mospajtimit ndaj okupatorit që ka uzurpuar lokalet tona dhe plotësisht të përkrahi iniciative në Unionit Pavarur Studentëve. Nisma Unionit Pavarur të Studentëve është një nismë e qelluar dhe në kohën e duhur, kur të gjithë ne studentët të Universitetit të Prishtinës duhet që të jemi plotësisht përkrahës të kësaj nisme dhe të solidarizohemi me ta deri në momentin e fundit kur duhet. Po sigurisht që do t'i përkrahim dhe do t'jemi pjesëmarrës në te. Natyrisht se e përkrahu këtë iniciativë dhe mendoj se është mjaft e qelluar. Ishin këto disa opinionet të nxënësve, studentëve, arsimtarëve dhe qytetarëve të Kosovës lidhur me gjendjen brengosëse në arsimin shqip në të gjitha nivelet. Mbushen 7 vjetë mësimore që nxënësve dhe studentëve shqiptarë të Kosovës, regjimi serb me dhunë u uzurpoi objektet e tyre shkollore e universitare dhe ata u detyruan që mësimet të ndjekin në shtëpitë shkolla dhe shtëpitë fakultete. Kështu sot në Kosovë 27 shkolla fillore, 60 shkollat e mesme
dhe 7 shkolla të larta e 14 fakultetet të Universitetit të Prishtinës, procesin mësimor e zhvillon jashtë objekteve të rregullta të tyre, ku natyrisht kushtet nuk janë në nivel të duhur. Në fillim të aktit barbar të regjimit serb mendohej se objektet shkollore e universitare do të lirohen së shpejti, mirë po edhe pas negociatave të shumta shqiptare serbe në kuadër të konferencës së Gjeneves dhe pas nënshkrimit të marrëveshjes Rugova-Milošević me ndërmjetësimin e Shënëgjitjes nga Vatikani, shkollarët shqiptarë mbetën nëpër shtëpitë private që populli i Kosovës u ala atyre në dispozicion për të mësuar. Angazhimi i shkollarëve dhe i punonjësve arsimor, solidariteti dhe sakrificat e popullit tonë gjatë vjetëve të fundit dëshmuan vendimësinë për të mbajtur kontinuitetin e sistemit arsimor shqiptar në Kosovë, të cilin Serbia synoi ta rënonte në tërësi. Në shëmjestër, sidomos ishte Universiteti i Prishtinës, funksionimin e të cilit në rrethanat e reja, përveç organeve shtetërore të Kosovës, e ndihmuan edhe qytetarët e saj. Cili ishte motivi që ju ka shtyrë që ju ta lëshoni këtë shtëpi për lokalet të rektoratit të Universitetit të Prishtinës, edhe atë pa qera, edhe paguni shpenzimet tjera të lokalit edhe të telefonit? Po shifni, motivi kryesor ka qenë, me qenë se mos thëmë si firmë apo si familje madhe, duhet thëmë që pe kësaj shtëpie dalin 10 nxënës sa shkojnë në shkollë, në situatën si dim që në gjindin, kuadrat mundësive, edhe personalisht, në thonë si familje, dhe më kontributin tonë në atë mundësit, dhe thonë atë që ka mujtë. Ajo ishte tërës, shka kishim mundësit që kishim përmjellë. Tash na i kishim momentalisht mundësit që mos si ngarkojmë me shpenzime, si nuk u do. Timbulojmë disa, simbolike për mirë për timbulojmë. Ndonë se në kushte të vështira, Universiteti i Prishtinës, jashtë objekteve të veta, por për herë në zemrën e rinisë dhe të mbarë popullit të Kosovës, veprimtarinë e vetë arsimore shkencore po zhvillon me sukses, duke u afirmuar si institucion serioz e autonom i dijes dhe ndërtimit të pavarësisë dhe armërisë së Kosovës. Zotë rektor, në kushtet dhe rrethanat në cilat është zhvilluar veprimtaria e Universitetit të Prishtinës gjatë vjetëve të fundit, sa është dëshmuar vendosmëria e inteligjencisë dhe të popullit tonë në tërësi për jetësimin e plotë të pavarësisë së Kosovës? Sa i takon Universitetit më të zamë sa i punon në kushtet të jashtëzakonshme si kundër Eliniu, me qenë se që nga vitin 1991 regjimi serb okupoi objektet e universitetit dhe ne qenë të shtënguar që punën të vazhdojmë në shtëpia private. Ju në rritu në popullit dhe ai me fisnikrinë dhe zemërgjërsinë e tij na bëre këtë të mundshme. Që nga ajo kohë dhe pse punojmë në kushtet, që është pa imagjinuar në historinë e universiteteve, diplomuan 5250 studentë. Numri i arsimtarëve u rrit dhe tani kemi 1158. Numri i studentëve është në rritje. Vitin akademik që shkoi kishim 16.550. Vendosmëria simdhënësve, studentëve dhe popullit për të ndërtuar universitetin është një prej atyre karakteristikave kyçe që dëshmon se kur ekziston vendosmëria e të gjithëve dhe inteligjenca, si ku më thonë ju, mund jo vetëm të rezistohet, por dhe të mposhtet okupuesi. I gjitha është e rëndësishme thonë se qenja e universitetit pandej u rujt. Universiteti vazhdoi punën pa ndërprej. Arriti që për herë të parë bëj institucionalizimin juridik të tij, duke fiksuar autonomi dhe pavarësi si institucion shtetëror i Republikës Kosovës. Për herë të parë nxori ligjin e vet, dhe këtë ligjin me koncepte evropiane, me të cilin një herët universiteti pandej, po si këndër thonë ju inteligjenca, bëri konkretizimin e zbatimit të kushtetutës të Republikës dhe krijoi veten si një institucion i pamarrë, me veçori
me specifikat e vetë. Edhe në këto kushte bëri reformimin e vetë, në frimin e ligjeve evropiane, dhe të këtë ligjit tonë. Diplomuan, magjistruan, doktoruan, shumë kuadra. Bile arritëm që kuadrat tona dhe të masin forcat e tyre shkencore me të tjerë. Mund të thëmë se kuadrat tona botojnë tani edhe në revistat, ma merën në një botërore edhe në këto kushte e zakonisht të rëndë. Mbi të gjitha mund të thëmë se koncepti i universitetit tani shkon në konceptin e universiteteve europiane dhe botërore. Dhe përkundër të gjitha kushteve të rënda të vështira, sekundar e Shqipni, universiteti gjetë vetë. Formoj vetën e një institucion plotësisht punor, shtetëror, autonom, kombëtar, që predikon të ardhmen, edhe të shkencës, edhe të edukimit, edhe të kulturës, por edhe të popullit cilit i takon. Të paknaqur me kushtet një vend të mjerueshme në të cilat të mësojnë e studiojnë të rinjtë e Kosovës, organizata studentore, Unioni Pavarur i Studentëve të Universitetit të Prishtinës, mori vendim që të organizoj protesta masive pasore për lirimin e objekteve universitare të ndërtuara me djersën e qytetarëve të Kosovës e të uzurpuara me dhunë nga policia serbe. Janë këto protestat e treta studentore që organizohen në Kosovë në këtë gjysmë shekulli. Këto protesta kanë hasur në mbështetje të fuqishme të popullit dhe të institucioneve shtetërore e politike të Kosovës, si dhe ekziston një interesim i madh i opinionit ndërkombëtar për to. Ky brez i sakrificës së madhe në këtë mënyrë po dëshmon përcaktimin dhe vendosmërinë e vet për të ndërtuar në mënyrë dinjitoze ardhmërinë e vet dhe të Kosovës. Shikues të nderuar, jemi në qendrën universitare të Prishtinës. Bisedojmë me udhëheqësit të organizatës studentore ose të Unionit të Pavarur të Studentëve të Universitetit të Prishtinës. Ashtu kryetari i Unionit Bujar Dugolli, kryetari i kuvendit të kësaj organizate Muhamet Mavraj, nën kryetarit e Unionit Driton Lajçi Ernest Luma, si dhe antari i kryesisë Arbin Kurti. Tema bisedës sonë është iniciativa tyre për protesta masive në Kosovë lidhur me lirimin e objekteve shkollore dhe universitare të uzurpuara tash 7 vjet nga okupatori serb. Zoti Dugolli, si lindi kjo iniciativë dhe çka përban plani juaj lidhur me protestat masive që pritet se së shpejti do të fillojnë në universitetet të mbar Kosovë? Kjo iniciativë lindi si rezultat i dhe gatishmërisë së rinisë që të bëjë diçka konkrete, si që është edhe iniciativa që u mur nga kjo organizat për kthimin pakush në objektet tona shkollore dhe universitare. Ne filluam këtë iniciativë duke pa vullnetin e të rive dhe asociacione të tjera rinore që veprojnë në Republikën e Kosovës, pas truezave që i organizuam me ta me temën çka mund dhe çka duhet bëjë rinia për Kosovën sot. Ne filluam këtë iniciativë me shpresën që do të gjejmë dhe arritëm që të sigurojmë përkrahjen e të pothuajse të gjitha institucione politike dhe jo politike që veprojnë në Republikën e Kosovës. Pasi që këtë nisëm nga asociacione tjera rinore ju besua që ta fillon organizata jonë studentore, e cila me programin e vetë statutin është organizate pavarur apolitike, ne filluam këtë iniciativë dhe këtë e ndajtëm ne në 4 fazat e veprimit. Faza e parë e kësaj iniciative ishte që të bisedojmë me subjektet politike dhe jo politike që veprojnë në Republikën e Kosovës. Faza e dytë ishte përgatitja opinionit të mbrëmshëm si dhe sensibilizimi i opinionit të jashtëm. Dhe faza e tretë, formimi i këshillave organizative në nivel të Universitetit të Prishtinës dhe në këshilla dhe në nivele më të ulta të institucionit shkollimit të lartë. Ndërsa faza 4 parashikohet fillimi i protestave për lirimin e objekteve.
Ne për fazën e parë mund të them që kjo fazë përfundoi me sukses, duke konsideruar që ne arritëm që ta sigurojmë përkrahjen e të gjitha institucioneve, opinionin e jashtëm, ku vetë dëshira e tyre që të takohet në udhëheq kësaj organizate flet shumë. Ndërsa në fazën e tretë ne se ndërtuam platformën dhe filluam me zgjedhëm këshillin organizativ nivel të Universitetit të Prishtinës dhe në këshillat në çdo nivel të institucionit shkollimit të lartë. Ndërsa për fazën e katër pritet fillimi. Është i njohur për opinionin e gjerë se këshilli organizativ është krye i përbërë për strukturave universitare, për studentëve dhe profesorë. Përse u përcaktuar për një këshill të tillë? Po, ne iniciativa burojnë nga studentët e këtij universiteti. Është fat i mirë që kësaj radhe studentët nuk u ndalën nga profesorët e universitetit. Është një fat i mirë të them që pranuan edhe profesorët dhe struktura udhëheqëse e universitetit që t'jenë edhe bashkë organizator me studentët për fillimin e këtyre protestave. Ne, si asociacion apolitik, e menduam kështu dhe vendosëm kështu që të formohet këshilli nivel të universitetit dhe barën kryesore ta bartin studentët. Si që jeni të informuar dhe me ky këshill ka përbërjen 9 anëtarësh, nga ta janë 5 student dhe 4 profesorë. Sillen në këshillat në gjitha fakultetet dhe shkollat e larta. Ashtu. Zoti Mavraj, si kryetari i kuvendit keni zhvilluar disa debate, si në nivel të universitetit, ashtu edhe në nivel të fakulteteve dhe shkollave të larta të Universitetit të Prishtinës. Cili është opinioni i gjerë i studentëve dhe arsimtarëve të universitetit lidhur me këto proteste? Gjatë fazës së dytë për organizimin e protestave është bërë një punë e madhe, e cila ka vazhdu edhe në ndërkohë, dhe mund të themi se në bazë të takimeve, cilat po i zhvillojmë vazhdimisht me bazën në përgjithësitë e universitetit, ekziston një disponim në rritje për organizimin e protestave. Cili është opinioni? Sa ishën masive ato debatet e juaja, si në kuadrat të universitetit ashtu në fakultetet? Ato kanë qenë masive dhe kanë qenë mjaft dinamike. Ne kemi shku që të kontaktojmë me bazën, të informojmë, të kontaktojmë, të marrim opinionet e tyre, cilat neve na shërbejnë për veprimtari. Mund të them se ekziston një disponim i shkëlqyeshëm për protesta. Sipas platformës sonë, cilën ne kemi publikuar ditë më parë. A ka pas hamendje në kuadrët të studentëve lidhur me këto proteste? Po, është krejtë normale, është krejtë natyrshme që të ketë edhe hamendje. Hamendje ka edhe në strukturën e intelektualëve në Kosovë. Ka pas, po ato kanë qenë zbeta. Të pakta zbeta. Më lejoni që t'i drejtohem zotit Laqi. Ju, gjatë kësaj kohe, do të thotë gjatë fazës së përgatitjeve për protesta, keni biseduar me një numër të akredituarësh ndërkombëtar në Prishtinë dhe në këtë hapësirë. Cili është mendimi i diplomatëve me të cilët biseduat? Iniciativa e jonë e organizatës sonë ka zgjuar interesim të madh si në territorin e Republikës Kosovës, në vizë të tjera të banuara me shqiptar, gjithashtu interesimi ka qenë nivel edhe nga diplomatët e huaj euroamerikanë. Ne patëm një sër takimesh me diplomatët e huaj, vlen të theksojmë këtu takimin me sekretarin e dytë të ambasadës Britanisë Madhe në Beograd, zotni Julian Bright, atasheun politik të ambasadës SBA-ve, zotni Nicholas Hillin, me drejtorin e zyrës amerikane në Prishtinë Michael McLaughlinin, të ngarkuarin me punë të ambasadës amerikane Richard Milesin, si dhe takim jashtëzakonisht të rëndësishëm ishte ai me të deleguarin special të kryetarit Clinton, zotni Robert Gilbartin. Me sekretarin e dytë të ambasadës suedeze Jonas Weiss, si dhe sot dëshmitar të cilës ishit edhe ju, takimi me të emëruarin e ri në zyrës amerikane në Prishtinë, zotni Richard Huckabee. Pothuajse nga të gjitha takimet, parimisht është përkrahur protesta paqësore e studentëve. Ata na kanë premtuar se do të jenë këtu
do të vazhdojmë me sukses situatën. Do të me thekst veçan do të citoja një filozof amerikan të cilën e përmend i dërguari special i Clintonit se është nder për njerëzit të marrin pjesë në protesta paktësore. Do të thotë kanë qenë takime të rëndësishme dhe ne jemi jashtëzakonisht të kënaqur nga këto takime. Pritet një solidarizim i gjerë i popullatës kosovare me kërkesat e drejtat e studentëve të Universitetit të Prishtinës gjatë mbajtjes së protestave. Po kjo është vërejtur edhe gjatë fazës së parë dhe të dytë të iniciativës sonë, ku në media përkrahin lidhur me protestat tona, jo vetëm përkrahje morale, por edhe konkrete kanë shprehur gjitha asociacionet politike dhe jo politike. Mirë po, vende ka pasur pak një qëndrim pak tjetër lidhur me iniciativën tonë. Mirë po përgjithsisht përkraja është e fortë, e fuqishme, gjë që na inkurajon të gjithëve dhe na bën që të shpresojmë në një pjesëmarrje masive në protesta. Zoti Kurti, sistemi i informimit dhe propagandës është padyshim shumë i rëndësishëm. Si është parashikuar organizimi i këtij sistemi gjatë organizimit të protestave studentore në Prishtinë dhe në Kosovë? Po, veprimtarinë e informimit e kryen Komisioni për Informim i Këshillit Organizativ në nivel të universitetit edhe në Komisionit për Informim të nënkëshillave organizativ të institucioneve të shkollimit të lartë. Kjo veprimtari zhvillohet në dy drejtime, është informimi i brendshëm dhe i jashtëm. Informimin e brendshëm e zhvillojmë në dy kahje, ashtu që vendimet e Këshillit Organizativ në nivel të universitetit u prezantohen studentëve, kurse gjithashtu bëhet edhe grumbullimi i informatave nga nën Komisionit për Informim të cilat i prezantohen Këshillit Organizativ në nivel të universitetit. Dhe me thonë në këtë mënyrë funksionon rrjeta për përcjelljen e informatave në nivel të universitetit në të dy kahjet. Kurse informimi i opinionit të brendshëm bëhet kryesisht përmes shtypit ditor, radios dhe televizionit. Informimi i jashtëm bëhet në atë mënyrë që të huajt ftohen për vëzhgim dhe për observimin e situatës së rrjedhës së protestave, me çfarë përdoren posta elektronike, interneti, telefaksi po edhe telefoni. Me këtë rast do të shfrytëzojmë institucionet, organizatat, por madje edhe studentët e huaj dhe shqiptar me të cilën kemi kontakt. Zoti Mavraj, sa keni arritur që në nivel të Këshillit Organizativ dhe bashkëpunim me subjekte të tjera në nivel të Kosovës të bëni përgatitje të duhura, përkatësisht organizimi i protestave paqësore të studentëve të jetë në nivel të duhur, në mënyrë që mos ketë provokime eventuale dhe situata të dalë jashtë kontrollit. Vetë platforma është një lloj rezultati nga takimet informative të cilat Unioni i Pavarë i ka zhvilluar me gjitha asociacionet relevante në Kosovë. Një gjë duhet dihet, koordinatat e veprimit tonë quhen Kosovë. E kjo dhe më thonë se kemi një obligim të madh për kujdes maksimal në organizimin e protestave njerëzore për drejtën më elementare për arsimim të lirë. Në këtë elaborat përgjegjësie, në udhëheq edhe vetdia e plot për rëndësinë në këtë moment, që për ne është moment kyç në historinë e Republikës Kosovës dhe përgjithsisht gjeografisë etnike shqiptare. Jemi krejt vetëdijshëm se më suksesi i protestës tërheq pasoja negative, afatgjate për çështjen tonë. Duke u udhëheq nga kjo vetdije, ne edhe jemi mobilizuar në shkallën më të lartë të mundshme që protestat tona të jenë të përshkuara nga ky kriter, nga masiviteti dhe disiplina, rendit cilin neve vetë dhe ta mbajmë. Mund të përshkruaj teknikisht. Për shkak të evitimit të çfarë do lloj provokimi nga kush do qoftë, ne kemi marrë asomasash që në protestë të dihet kush është student. Ekzistojnë distinktivat që janë duke u punu dhe do të bëhen publik vetëm në moment të dorëzimit të studentit. Do të dihet kush është udhëheqësi i unionit, do të dihen profesorët që do të jenë patjetër mos. Ndërsa publiku, populli, cili patjetër se do dalë me ne, do të jetë anësh, trotuare, si një lloj shaloni.
Zoti Dugolli, keni deklaruar për opinion se nuk do të protestoni sa për sy e faqe dhe se studentët do të protestojnë deri në realizimin e kërkesave të tyre. Na e përshkruani kërkesat shkurtimisht edhe çka do të thotë kjo deklaratë, do të thotë sa do të zgjasin ato protesta. Kjo deklaratë do të thotë se protestat do të zgjatin deri atëherë ku të realizohet qëllimi i organizatës sonë dhe qëllimi i studentëve. Ne është fakt që kemi thënë që nuk do të protestojmë sa për sy e faqe, duke u bazuar në këtë se ne nëse kemi kondicion të mbajmë protestat, atëherë edhe qëllimin do të realizojmë. Kërkesat kryesore të këtyre protestave studentore do të jenë që kërkojmë lirimin pa kusht të objekteve tona universitare dhe hapësirës universitare. Si lokalet janë përndësi universitetit, çdo kush ka të drejtë në arsimim, jo dhunë, ne jemi Evropë, të lirohen studentët dhe profesorët nga burgu e kërkesat tjera. Zoti Mavre, pse kërkesat e juaja nuk janë më të gjëra, nuk shkojnë drejt kërkesës për realizimin e pavarësisë Kosovës? Ne po fillojmë me kërkesën më elementare. Kjo s'do me thonë që në nesër do të mbesim këtë kërkesë. Kemi drejt shkollohemi të lirë. Po fillon dinamizimi i jetës në Kosovë. Udhëheqësit tonë, nëse din, le ta shfrytëzojnë këtë moment për veprime cilësore kombëtare. Jeni ju të bindur në rezultatet e këtyre protestave? Ne jemi optimist se do të kemi sukses. Në qoftë se dinë bashkëveprojnë gjitha elementet politike, diplomatike, masive, masa, popull, në qoftë se ne dimë të punojmë, edhe mund të realizojmë kërkesat tonë. Nëse objektet dhe pas protestave nuk liro, do të thotë mbron me dhunë? Si tham tash, përpjekjet e popullit shqiptar drejt realizimit kërkesave të veta për pavarësi, si dhe për bashkim kombëtar, nga historia e dim se kur nuk kanë pushuar. Ne aktivitetin ton do të vazhdojmë deri në fund të realizimit të tyre kërkesave, me metoda dhe mënyra të ndryshme, dhe deri në realizimin e tyre. Çka mendoni ju për procesin mësimor që po zhvillohet në këto kushte dhe sa vlerësimi juaj lidhet me këto kushte të cilat mësoni ju? Po, kushtet nuk janë edhe aq të mira, veç procesi mësimor deri diku ka arritur maksimumin, po mendoj kështu mësime diçka. A do të përkrahani iniciativën e Unionit Pavarur Studentëve të Universitetit të Prishtinës për lirimin e objekteve të pakusht shkollore dhe universitare dhe a do të dilni në protesta? Po, me gjithë kusht, po. Jo? Po, gjithashtu. Jo, profesorish? Mendoj se është në rregull të gjitha ato që kanë bërë studentët, se edhe ne të bëjmë një lëvizje kështu të mostrim, na duket se mjaft u bëmë në për këto objekte në vështirësi që jemi duke punuar. Prandaj edhe ne i përkrajmë të gjitha ato që ata kanë marrë. Duhet të ndërmirën hapa konkrete, ma nuk mund të qëndrojmë kështu duke mësuar, se nuk është ke jetë e mësimit. Si të mësojmë në për shumë kemi kushte të vështira, s'kemi ku të ulemi, s'kemi ku të shkruajmë, duhet të shkruajmë një gjendje shumë të vështirë dhe mësojmë një gjendje shumë të vështirë. A i përkrani protestet dhe do të bashkangjitni protestave të studentëve? Po, do të bashkangjitni me protestat të studentëve dhe do të derisa të arrin qëllimin tonë që ne do të mësojmë një gjendje shumë të mirë, besoj se do të arrin një sukses edhe më i madh për studentët dhe si për ne si nxënës, edhe ata të cilët do të na vinë përmbas, do të kemi edhe ne fat. Unë mendoj se është e arsyeshme që të evitohet e drejta e këtyre fëmijëve dhe të shkojnë në shkollat ku kemi mësuar deri më parë. A do dilni në protesta? Mendoj që po gjaqysh. Po, do të ardhë protesta. Do të i përkrani ato? Po. Ju? Po, si ja. Mirdita? Çka mendoni ju për iniciativën e Unionit Pavarur Studentëve të Universitetit të Prishtinës për mbajtjen e protestave? Jam dakord. Do të pajtoheni me atë dhe do dilni në protesta? Po normal. Ju
Jo, kolega? Edhe unë që dashtë. I pranoni këtë iniciative dhe do të dilni protestë? Po, sigurisht. Jo? Po, gjithashtu. Kushtet i kemi të vështira, por punojmë me vullnet dhe asë gjo nuk na vje vështirë. Do të të përkrani ato dhe do të dilni protestë? Gjithësisht. Pa fjet dilemës. Do i përkrahem ne, se njashtë kanë qenë kushtet e vështira për fakultetet të gjitha dhe do t'i përkrahem protestet për gjithë. E përkrahem në tërësi platformën të cilën kam bërë studentët. Si qytetar i Prishtinës, çka mendoni për protestat dhe organizimin e studentëve për kthim të objekteve shkollore pa kushte? Na mendojmë për studentat tonë, për fëmijët tonë, shkollat me na lëshue, se janë të jekë fëmijët tonë shumë keqen të jekë. Se këtë në përpëdrume në prasi në këto shkolla vetë kena marrue, vetë kena unë budgetin, vetë kena punue për me i shkollu fëmijën tonë edhe për me i përparu fëmijën tonë. Se fëmija jonë të shku shumë dopt edhe shumë të je keq. Po ju a gjë që mendoni? Edhe me ne lëshu shkollat, me ne liru shkollat. Shkollat të ona janë. Bashkan gjitni protestave të studentëve? Ju bashkan gjitëm. Fakulteti ynë gjithësisht Unioni i Pavarë Studentëve ndihet qëndrimi jonë se që nga fillimi i kësaj iniciative i ka përkrahur këtë iniciativë pa rezervë dhe se tërë potencialin momental të Unionit Pavarë Studentëve kemi angazhuar në organizimin sa më të mirë këtyre protestave. Mendojmë se është mendim edhe i fakultetit tonë që mjaft me në këto kushte, mjaft në për podrume, është koha që të kthehemi aty ku kemi vendin. Mirë po, s'do të harru se na pret një betejë e vështirë, një betejë shumë e madhe, sepse dim se me kanë ndeshmi një okupatori i cili din përdor metodat me brutale ndaj popullit tonë, andaj vetëm të bashkuar dhe unik mund të kthehemi aty ku ishim para vitit 91. Ne i përkrahim protestat e studentëve, do të jemi në balë tyre, po jo vetëm protestat, po çdo iniciativë e cila shkon drejt zgjidhjes së çështjes tonë, do ta përkrahim me tërqenjen tonë. Unë mendoj që do të shkohet deri në fund me protesta paqësore, natyrisht ty përmbajt kritereve ndërkombëtare mbi protestat. Besoj që një gjatë e tillë do ta përkrahin edhe studentët, se unë mendimi im është se jam shumë i kënaqur me nivelin edhe dijes së studentëve, prandaj studentët sikur gjithmonë edhe në protestat e përparshme, edhe kësaj herë do ta tregojnë vërtet atë nivelin e vet të lartë të asaj se çka kërkojnë, e këtu në radhë të parë do të jetë kërkesa numër 1 për kthimin e objektet tona të okupuara nga okupatori serb. Çka mendoni për protestat që është marrë iniciativë Unionit Pavarë Studentëve të Universitetit Prishtinës dhe a do t'i përkrahni ato? Me mish dhe shpirë, si thot populli, mendoj që ka ardhur koha që të ndërmerret diçka në këtë plan, të provojmë që të provokojmë edhe pushtetin serb me një protest madhështore. Zoti profesor, ju jeni njëri ndër anëtarët e Këshillit Organizativ të protestave në kuadër të Universitetit Prishtinës. Çfarë do të jetë strategjia e organizimit të protestave në kuadër të fakulteteve dhe shkollat të larta? Përkatësisht, ç'mendoni se si do të arrihet qëllimi kryesor, kthimin e objektet universitare? Po, për mirëmbajtjen e protestave të studentëve, për kurorëzimin e tyre me sukses, deri tash janë bërë një varg përpjekjesh kështu, janë bërë disa përgatitje, disa dhe mjaft përgatitje të nevojshme, ku mund të numërojmë disa. Është krijua, formua kështu, e Këshilli i Përgjithshëm për organizimin e protestave, ku bëjnë pjesë shumica studentë, por ka arsimtar edhe strukturat e rektoratit. Pranë fakulteteve, shkollat larta, janë formuar nën komisionet, ku gjithashtu bëjnë pjesë, apo të komisionet përbë, prej studentëve edhe arsimtarëve. Përveç këtyre, këti komisionit qendror, themi kështu, edhe këtyre nën komisioneve, janë formuar disa grupe të specializuar, si thuashtu, grupe teknike për shembull, grupe për mbajtjen e rregullit qetësisë. E tjetër, dhe ka dhe grupe tjera sigurisht. Përveç kësaj janë mobilizuar të gjithë studentët, Unioni Pavarë i Studentëve, mandej janë mobilizuar të gjithë arsimtarët, edhe është mendua
që të nxirret edhe një numër i veçantë i botës së re kësaj reviste studentëve të Universitetit të Prishtinës. Duke mbështetur në tërë këtë që thash, konsiderojmë se protestat e studentëve, natyrisht edhe të arsimtarëve, do të kurorëzohen me sukses të plot. Mendoj se protestat do të jenë dinjitoze, do të përgjigjen nivelit akademik ashtu si takon dhe do të dalin faqemarrë. Cila do të jetë strategjia e protestave paqësore të studentëve për kthimin e objektet universitare dhe si do të funksionojë Universiteti i Prishtinës gjatë mbajtjes së tyre? Pas paret ju thamë, në sekundër dhe dini se protestat janë studentore të studentëve. Ato janë të qeta, janë paqësore, janë jo violente, pa dhunë. Mund të thëmë gjithashtu se Universiteti në tërësi plotësisht i ka përkrah, i ka mbështet dhe merr pjesë në organizimin e tyre. Qëllimi është që të lirohen objektet e universitetit në mënyrë paqësore, nga se sekundërisht edhe çdo kush ato janë objektet e universitetit tonë, janë pronësia e universitetit tonë, janë ndërtuar me ndjesën e popullit të Kosovës. Universiteti vazhdon punën pa ndërprer natyrisht, ndërsa procesi mësimor nuk vesh. Sekundër dhe tërë veprimtaria e universitetit do t'i përshtatet protestave dhe kërkesave natyrisht të studentëve. A i keni informuar rektorët e universiteteve evropiane për këto protesta, a pritni pjesëmarrjen e tyre dhe përkrahjen e tyre? Mund vetëm t'ju them me një fali të përgjithshme për të gjitha, prandaj të jap një përgjigje. Të gjitha organizmat, sikundër thuhet në botën e jashtme, janë njoftuara për këtë. Shpresojmë në solidarizimin e tyre, në mbështetjen, do të ishin shumë të mirë ardhura edhe pjesëmarrjet e tyre natyrisht në protestat e qeta të studentëve. Zoti Ministër, cili është qëndrimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës, përkatësisht i Ministrisë së Arsimit, lidhur me protestat e studentëve të Universitetit të Prishtinës për kthimin e objektet e tyre universitare? Sa i përket qëndrimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për rikthimin e objekteve pa universitare dhe universitare, është i qartë qysh nga viti i kaluar shkollor dhe i konformuar edhe në këtë vit shkollor dhe akademik, dhe ju dhe prami keni dëgjuar deklaratën e kryeministit Bukoshi lidhur me qëndrimin ndaj iniciatives së studentëve për rikthimin e objekteve universitare dhe shkollore, dhe unë aty plotësisht e përkrahi jo vetëm mendimin e Bukoshit të qeverisë, por edhe të Këshillit Organizativ të Studentëve dhe të gjithë atyre të cilët e përkrahin. Që në fillim kisha me theksuar se iniciativa e studentëve për rikthimin e objekteve shkollore, universitare e tjerë është shumë serioze dhe së të tillë mendoj se duhet ta trajtojmë dhe ta kishim trajtuar qysh me kohë, e jo ta neglizhojmë eventualisht nga kompetente ndryshëm. Kërkesat e studentëve, comme thonë edhe përpara, tani përsëris nuk duhet politizuar, sepse ato janë kërkesa elementare, të drejta elementare, qytetruese, civilizuese. Ata kërkojnë që, sikurse kolegët e tyre në shtetet fqi, siç është Serbia, Malezi, Maqedonia e tjerë, që vitin akademik dhe shkollore fillojnë në objektet e tyre universitare, edhe ata të fillojnë në objektet e tyre. Nëse studentët organizojnë proteste, ata janë të revoltuar pse nuk realizohet marrëveshja. Pse shtyhet kjo? Sepse ata që 7 vjet janë duke punuar dhe funksionuar jashtë objektet e tyre shkollore. Nuk ka arsye nga ana tjetër sepse ata janë për protesta paqësore, civilizuese, që kanë përkrahje jo vetëm nga gjitha shtresat në Kosovë, nga subjektet politike e tjera, struktura shtetore, por nga dhe faktori ndërkombëtar. Prandaj në këtë funksion unë e kuptoj edhe iniciativen e studentëve, që besoj në ta që ata janë të vendosur për të realizuar këtë iniciativë në mënyrë paqësore, në mënyrë civilizuese, që të realizojnë marrëveshjen. Uroj që viti akademik shkollor të fillojnë në objekte shkollore
dhe njëkohësisht edhe aty të mbaroj. Unë kam besim në studenta, në arsimtar, në udhëheqjen e universitetit dhe të gjithë arsimit në Kosovë, por kam besim edhe në prindët e tyre të cilët pa kursy i kanë mbështet arsimin përgjithësi edhe fëmijët e tyre. Dëshirojmë të marrim mendimin e akademik Recep Qosës lidhur me iniciativën e studentëve për protesta masive në Kosovë. Zoti profesor, cili do të ishte prononcimi juaj lidhur me këtë iniciativë të studentëve? Me vjetë kam shkruar se ne nuk mund të bëjmë shumë për shëndërtimin e të drejtave tona njerëzore, kulturore, kombëtare dhe në përgjithësi të drejtave tona. Në mënyrë të veçantë nuk mund të bëjmë shumë për shëndërtimin e të drejtës sonë për vetëvendosje kombëtare, nëse Kosovë nuk e bëjnë barë të rëndë në qafën e Serbisë. Si do të bëjmë Kosovën barë të rëndë në qafën e Serbisë? Në radhë të parë me zbatimin e të gjitha trajtave të mosbindjes qytetare, ndër të cilat peshë të veçantë kanë protestat, demonstratat, grevat e trajta të tjera. Për këtë arsye mendoj se nismën e studentëve për organizimin e protestave duhet përkrahë të gjitha subjektet politike dhe të gjitha subjektet e tjera me ndikim në jetën politike dhe në përgjithësi në jetën shoqërore të Kosovës. Besoni ju në efektin e tyre? Unë besoj se protestat, demonstratat, grevat të organizuara mirë dhe të organizuara në kohë të gjatë nuk mund të kalojnë pa efekt. Kjo nuk do të thotë se ne mund të rrijmë rezultate me protesta një ditore, një javore, një mujore, por është afërmendshme dhe duhet të besohet se ne do të arrijmë efekte nëse këto trajtat mosbindjes qytetare i zbatojmë në kohë të gjatë. Me një fjalë, i zbatojmë derisa mos të arrijmë qëllimet tona. Ne jemi të ftuar nga studentët, edhe ne në qoftë se ftesa do të vazhdojnë, ne do të përgjigjemi si popull dhe do të marrim pjesë. Ne nuk jemi dakord që problemi parcializohet, mirë po në qoftë se një shtresë e popullit tonë, një pjesë e popullit tonë, përpiqet që t'ja lehtësojë veti situatën, qofshin student për të kthyer në fakultetet e veta, nxënëse për të kthyer në shkollat e veta, ose gazetar për të kthyer në radio e televizion, qofse punëtor prapë kërkojnë që të futen nëpër fabrikat e veta, ne si popull do t'i përgjigjemi qofse na bëjnë ftesë. Ne nuk jemi organizator të demonstratave, mirë po ne, po them edhe njëherë, jemi të gatshëm që si popull të marrim pjesë qofse kjo prej neve kërkohet. A do të merrni pjesë? Unë studentëve u kam thënë qofse ju delni dhe ftesa juaj vazhdon të jetë, unë do të dal me juve dhe rreshtin e parë bashkë me ju. Kërkesa e Unionit të Studentëve për manifestime paqësore, studentore, jo violente, është përkrahur prej gjithë subjekteve politike shqiptare, jo vetëm prej Lidhjes Demokratike, por u mor vesh që ne si Lidhje Demokratike, që në ditët e parë jemi deklaruar, edhe sot deklarohemi se i përkrahemi ato studente, ato manifestime të studentëve, dhe do të japim gjithë ndihmesën tonë që ato të japin rezultate sa më të mëdha në funksion të studentëve për të liruar objektet universitare. Opinioni kosovar është i informuar i Unionit të Pamvarur të Studentëve të Universitetit të Prishtinës ishin në bisedë në kryesinë e kësaj partie. Edhe me atë rast, kryesia e kësaj partie përkrahu iniciativën e studentëve
për protestat të qeta e dinitoze këtu në Kosovë. Tu nis prej faktit se që 7 vjet studentët tonë mësimet i njekin në për objekte as pak të përshtatshme për njekin e mësimit, më dopet se kishte me qenë jo reale, jo arsyeshme, mos mi përkrah këto kërkesa të studentëve tonë. Forumet tonë në Këshilli i Kryetarëve të Sindikatave të Pavarur të Kosovës, pastaj Këshilli Drejtues i Bashkimit Sindikatë të Pavarur të Kosovës, e kanë përkrahur pa rezervë iniciativën e studentëve dhe platformën e studentëve për kthimin në objektet tona shkollore. BSPK-ja gjithmonë ka qenë edhe mbetet në anën e studentëve dhe t'ja përkrahjen e vetë në çdo formë që e lyp nevoja. Konsiderojmë se një hap më tutje të mbajtjes së sistemit dhe të avancimit të çështjes së arsimit është pikërisht kërkesa që në mënyrë të organizuar t'i qasemi kthimit në objektet tona shkollore dhe në këtë mënyrë kërkesa e studentëve me përkrahjen e gjitha institucioneve politike dhe institucioneve jo qeveritare, konsideroj se është e drejtë dhe do të duhej që pikërisht këtë vullnet ta institucionalizojnë në mënyrën sa më të organizuar, nga se pikërisht nga niveli i organizimit do të varet edhe niveli i shëndetësimit të këtyre synimeve tona të ligjshme. Forumi i Rinisë i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka përkrahur dhe përkrah fuqimisht iniciativën e Unionit Pavarur të Studentëve për organizimin e protestave paqësore me qëllim të rikthimit në objektet e tyre shkollore. Forumi i Rinisë vazhdimisht edhe sot punon në realizimin për kthim në këto objekte shkollore dhe e konsideron të drejtë edhe pjesëmarrjen edhe organizimin e këtyre protestave dhe njëkohësisht do të jetë i kyçur dhe do të jetë pjesëmarrës në realizimin e protestave sipas platformës të cilën e ka paraparë Këshilli Organizativ për organizimin e protestave paqësore dhe jo violente. Zotë drejtor, si që në iniciativën e Unionit e Pavarur të Studentëve të Universitetit të Prishtinës për mbajtjen e protestave paqësore dhe jo violente për kthim në objektet e tyre universitare. As many American officials, Sikurse që shumë zyrtarë amerikanë kanë thënë mas fundi edhe ambasadori Gelbard, ne përkrahim të drejtën e njerëzve që të shprehin pikpamjet e tyre nëpërmjet pjesëmarrjes në demonstrata paqësore dhe legale. Megjithatë, sikurse që ambasadori Gelbard gjithashtu ka thënë, ne mendojmë që është pa përgjegjësi të planifikohen aktivitete të tilla nëse ka gjasa që atje të ketë dhunë dhe gjakderdhje. Ne i inkurajojmë të gjitha palët që të bëjnë gjithçka është e mundur për t'u shmangur dhunës. Si gjithmonë, ne inkurajojmë dialogun dhe bisedën më parë se konfrontimin. Die angekündigten Demonstrationen enthalten natürlich ein erhebliches Eskalationsrisiko. Protestat e paralajmëruara të studentëve përbajnë vete një rrezik të theksuar të eskalimit të dhunës dhe sipas mendimit ton nuk mund të jenë në interes të popullit të këtushëm. Interesse der Bevölkerung hier sein, zu einer Lage beizutragen, die zu gewaltsamen Zusammenhängen. Ato mund të sjellin në një gjendje incidentesh të dhunshme. Eine Entwicklung sein, die wir begrüßen würden. Ne mendojmë se kjo çështje do të shqyrtuar mirë në mënyrë që të mos vijë deri te eskalimi i dhunës. Offenkundig bestehenden Problemen angegangen werden. Sie müssen angegangen werden, aber sie müssen auf einem Weg angegangen werden, der nicht zu Zusammenstößen und zu Gewaltanwendung führt. Zotë rektor, cili është mesazhi juaj drejtuar studentëve, sindikalëve dhe pjesëmarrësve të protestave paqësore studentore? Me qenë se besoj misioni do të mitohet nështë në vigjiljen e fillimit vitit akademik.
tjetër të më lejohet që në rastin e fillimit vitiri akademik, të them se kam kënaqësinë që studentët dhe mësimdhënësit të Universitetit të Prishtinës që dëshiroj një vit të mbarë shkollor dhe që uroj sukses në nxënje, në studime, në punë të frutshme e krijuese, në institucionalizimin të vazhdueshëm shtetëror të një universiteti autonom dhe të pambarur, në transformim pasbrapse në një universitet modern të kohës së të avancuar, një universitet ndërtues, në ngjitje drejt lartësive të pretendueshme edukative, mësimore, shkencore dhe kombëtare. Uroj gjithashtu që nisma dhe vendosmëria e studentëve e mbështetur plotësisht nga mësimdhënësit e universitetit, që këtë vit akademik ta përuroj me protesta pasore për të liruar ndërtesat tona, të ndërtohet me sukses. Protestat janë të studentëve, por shpreh bindjen time se edhe populli, prindërit, subjektet, institucionet, asociacionet e tjera, do të dalin masavikisht për të mbrojtur anash studentët që protestojnë qetësisht, duke treguar pjekuri dhe të respektojnë çdo gjë që studentët e kanë planifikuar dhe që do ta zbatojnë, duke respektuar porositë e studentëve. Kjo më së miri do të kontribuonte suksesit të protestave. Uroj që të tregojmë pjekuri, nivel e civilizim. Duke përmbyllur më lejoni që drejtohem mësimdhënësve dhe studentëve, duke ju përkujtuar se krijimi më i vlefshëm dhe më i nderuar është krijimi për popullin, për rinin, për shtetin, për universitetin. Të jetë edhe ky vit akademik në funksion të krijimit. Të punohet me vendosmëri, me përkushtim, me dashuri e ndërgjegje, pa hile, për ta mundur të keqen, për të fituar të ardhmen që pretendohet, pavarësinë dhe lirinë. Ta urojmë këtë gëzuar. Zotër, ju falenderojmë dhe ju urojmë që studentët dhe ju të ktheheni sa më parë në objektet tona universitare. Ju falenderoj.